Saranda në dorën e fundit të përgatitjeve përmirësuese në rrugë dhe rrugica në qendër e në periferi, që pushuesit e pranverës dhe mëtej të verës të përmbushin çdo pritshmëri të tyre. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Eliana Shkurti, shef e kabinetit në Bashkinë e Sarandës, ndalet në investimet më të fundit që janë bërë me qasje ekologjike dhe që i shërbejnë lehtësimit të lëvizshmërisë këtë verë, si në Sarandë në Ksamil. Bashkëpunimi ka qenë i vazhdueshëm që prej tetorit, nëntorit dhe përfundimit të sezonit të vitit të kaluar ne kemi bërë takime dhe bashkëbisedime të vazhdueshme për të parë problematikat të cilat janë hasur gjatë sezonit të kaluar dhe që të kemi mundësinë që të parapërgatitemi edhe të zgjidhim ato për vitin 2025. Bashkëpunimi ka qenë tepër i frytshëm edhe të gjitha problematikat të cilat janë diskutuar janë ngritur grupet e punës të cilat po i trajtojnë aktualisht që mos të kemi probleme për vitin 2025. Dëgjojmë punimet në të gjithë qytetin edhe në periferi për rehabilitimin e të gjitha rrugëve, rrugicave të ndriçimit në mënyrë që të jemi të gatshëm për të pritur sezonin e ri 2025, i cili avash themi se ka filluar me turistët e parë të cilët kanë ardhur dhe kanë vizituar qytetin tonë në këto muaj të parë. Interesi maksimal është për mbarvajtjen e këtij sezoni. Janë marrë të gjitha masat, janë ngritur të gjitha task forcat edhe ndërkohë po punohet edhe në teren që gjithçka të jetë gati që të mirëpresim një sezon të frytshëm besoj për të gjithë. Për të siguruar një sezon dhe një vit sa më të mbar turistik, rezerva janë parë dhe në bashkëpunimin më të gjerë mes qeverisjes vendore dhe biznesit lokal, që ka nisur jo tani, por që me mbylljen e sezonit të vitit kaluar. Sipas Shkurtit, edhe më intensiv është bërë promocioni turistik dhe prezantimi i ofertës së përmirësuar turistike Saranda All in One në të gjitha karakteristikat e saj, me praninë në panajire të mëdha brenda dhe jashtë vendit, si dhe në Prishtinë. Një pjesë shumë e rëndësishme e promovimit të qytetit është edhe pjesëmarrja në panajire të ndryshme, që në fillim të vitit kemi marrë pjesë në panajiret të cilat janë zhvilluar brenda vendit edhe jashtë vendit për ta promovuar Sarandën tonë, Saranda All in One, me të gjitha karakteristikat e saj, bukurit edhe të gjithë paketën turistike të cilën ofron në panajirin e Prishtinës, që është shumë i rëndësishëm për ne. Kishim një mundësi edhe në Menton, ku ne prezantuam bukuritë e qytetit tonë nëpërmjet një video mesazhi me të gjitha karakteristikat e qytetit, bukuritë e qytetit, kulinarinë e qytetit dhe të gjitha sa ofron, edhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse shumë njerëz që ndoshta nuk e njihnin Sarandën si destinacion, tashmë ne e prezantuam edhe aty si një destinacion perspektiv për turizëm. Të gjitha investimet që po kryhen aktualisht, sikurse edhe shtrimi i rrugëve me mozaik, i cili rrit qasjen ekologjike për qytetin edhe mundësinë për zhvillimin dhe ecjen në qytet, që do të evitojë përdorimin e makinave, qendra e mirëseardhjes e cila do të jetë në funksion për sezonin e ri, përsëri konsiston në ndihmën për pjesën e trafikut në qytet, të gjitha punimet të cilat zhvillohen në Sarandë dhe në Ksamil që ka të bëjnë me riparimin e infrastrukturës rrugore, do të ndikojë ndjeshëm në lëvizjen e qytetit, në mobilitetin e qytetit, me një qasje të re, me një pamje të re. Do të mirëpresim turistët edhe këtë sezon. Saranda 2025 së bashku me Ksamilin hyn në sezonin turistik me ofertë të përmirësuar dukshëm, ku vend të rëndësishëm zë investimi për qendrën e pritjes, investimi në infrastrukturën dhe sinjalistikën rrugore, pedonalet dhe trotuarët e shtruar me mozaik, që të gjitha krijojnë kushtet për të ndjerë në një qytet ekologjik me minimizim të përdorimit të mjeteve.